Dy infermiere janë vlerësuar për veprimet e tyre heroike për mbrojtjen e foshnjeve të porsalindura në qytetin Ruili të Kinës Jugperëndimore, pasi një qendër materniteti pranë kufirit me Myanmarin u trondi të rënd nga tërmeti vdekje prurës 7.7 balli 28 marsit. Pamjet nga media shtetërore e Kinës treguan infermieren Xiong Jielan duke mbajtur një fëmijë, teksa lëkundjet e forta të tërmetit nuk ndaleshin, ndërsa një infermiere tjetër u përpoq të mbante foshnjet e tjera në krevatet e tyre. Të dy infermieret dhe të porsalindurit shpëtuan të padëmtuar. Infermierja Xiong Jielan tha se ju desh të vepronte me shpejtësi, ndërkohë që ishte e pushtuar nga ankthi. Nuk kishte kohë për të reaguar, kështu që mu desh ta merrja shpejt foshnjën në krah. Në mendjen time po mendoja se çfarë mund të bëja më pas. Më kishte pushtuar ankthi, doja të ndihmoja edhe kolegen time infermiere. Unë mund të mbroja vetëm fëmijën në krahët e mi. Lëkundjet ishin aq të forta saqë edhe foshnja që po mbaja dukej e shqetësuar. U përpoqja ta qetësoj më sa mundesha dhe pas pak u qetësua. Menjëherë pas lëkundjeve të forta të tërmetit, stafi i qendrës së maternitetit dhe të porsalindurit u zhvendosën në një vend të sigurt. Nuk është raportuar për të dëmtuar apo të vdekur nga zonat e prekura nga tërmeti në rajonin jugperëndimor të Kinës, që kufizohet me Myanmarin, ku ishte epiqendra e tërmetit që shkaktoi mijëra viktima e të lënduar.